Nga Brukseli, Sali Berisha tha se raporti i Parlamentit Evropian damaskoi regjimin e kryeministit Edi Rama, u denoncua me qartësi më të madhe farza elektorale. Raporti që u miratua në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian damaskoi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Rama si një regjim që nuk respekton shtetin ligjor, si një regjim që shkelmon të drejtat themelore, të drejtën e informimit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e pronës. Në raport, damaskohet regjimi i Edi Rama si një regjim në të cilin ndërhyet politikisht fuqishëm në sistemin e drejtësisë. U shpreh shqetësimi i madh pas stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesi ligjor të drejtë për qytetarët shqiptar, u shpreh Berisha. Për të raporti denoncoi me qartësi më të madhe farzën elektorale të 11 majit. E vërtetë është se raporti citon hyrjen e raportit të përbashkët të OSBE-ODIHR-it, Parlamentit Evropian, Këshillit të Evropës dhe Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, të cilën në rreshtet e para thotë se qeveria përdori burime të gjëra për të dominuar në zgjedhje. Pra, praktikisht, ajo do të thotë se qeveria se shteti ligjor i shndroi zgjedhjet në një farzë elektorale, u shpreh të tjera kreu i Partisë Demokratike. Për më tepër, ai u shpreh se në raport ndërnohet ligji i investimeve strategjike dhe mbështet kërkesat e pronarëve shqiptar.